Shkodra ka hyrë zyrtarisht në javën e festimeve të karnavaleve, një prej festave më të dashura të qytetit që daton prej vitit 1861. Pavarësisht të rreshjeve të shiut, atmosfera festive nuk është ndalur pasi fëmijët kanë pushtuar hallin e Bashkisë së Shkodrës të veshur me maska shumë ngjyrshe dhe kostume kreative. Me buzëqeshje dhe entuziazëm ata ndanë emocionet e tyre për këtë festë të veçantë, duke kthyer ambientin e bashkisë në një hapësirë plot gëzim dhe fantazi. Ndam sot këtu për të argëtuar të ky vend kaq i bukur. Pse ke vënë maskë? Sepse është java që do bëhet festa e karnavaleve. Sa të pëlqen kjo festë? Shumë. Pse të pëlqejnë karnavalet? Sepse fëmijët kënaqen shumë edhe bëjnë lojë të çuditshme. Pse të pëlqen? Për atmosferën, për lojërat, për shumë gjëra. Po aq të përfshirë në këtë atmosferë festive janë shfaqur edhe animatorët, të cilët i përjetojnë me po aq ëmbëlsi karnevalet. Është një nga ato festat që mezi pritën në Shkodër, së bashku edhe me festat e tjera. Janë shumë festa të bukura në Shkodër që organizohen shumë bukur, por kjo është një ndër ato të bukur. Është më shumë se 2 vite radhës që ne merremi me pjesën e karnevaleve të Shkodrës. Jemi shumë të lumtur që t'i argëtojmë fëmijët ditë pas dite këtu në hallin e bashkisë. Gjithmonë gjej zgjidhja pavarësisht shiut ose breshërit ose çfarë do të jetë jashtë. Si pjesë e programit, festimet e karnevaleve po vijojnë edhe gjatë ditës me performanca artistike të kopshteve dhe shkollave të qytetit, duke i dhënë atmosferë rrugëve të Shkodrës.